këtë edicion do të ndiqni. Shitëtorja e lumit Lukac në Harres, mos mirëmbajtja bëhet e dukshme. Fluks i shtuar gjatë sezonit veror në qendrën tregtare në Ertili. Ura të Aliqit, kurët që lidhen Gjakovën dhe dëshmuan tragjedin. Përshëndetje, po fillon edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Mungesa e dëshirës për ruajtjen e hapësirave publike tashmë është një dukuri e përditshme në shumë zona të qytetit. Mungesa e mirëmbajtjes dukshëm po shihet edhe në shititorin e lumit Lukac. Mbeturinat e ndryshme kanë zënë vend për skaj kësaj hapësire publike, duke krijuar një imazh as pak të mirë për zonën. E projektuar si një hapësirë për qytetarët, shëtitorja përgjatë lumit Lukac sot po përballet me mungesë të dukshme të mirëmbajtjes. Bari i lartë dhe bimësia pa kontrolluar kanë mbuluar një pjesë të shtegut të këmbësorëve, duke vështirësuar qarkullimin dhe duke krijuar shqetësimet e banorët për sigurinë. Sipas tyre, dënësia bimësisë rrit edhe mundësinë e pranisë së varanikëve, duke bërë kalimin e këtë pjesë më pak të sigurt. Pamjet e siguruara në terren dëshmojnë qartë gjendjen e shëtitores dhe nevojën për ndërhyrje. Kërkesa e qytetarëve drejtuar institucioneve përgjegjëse është ndërhyrje menjëhershme për pastrimin e hapësirës dhe mirëmbajtje të rregullt të saj. Hapësira të tilla publike kërkojnë kujdes dhe mirëmbajtje të vazhdueshme, në mënyrë që të mbeten të sigurta dhe të qasshme për të gjithë qytetarët. Gjatë muajve të verës është rritur dukshëm interesimi i qytetarëve për të vizituar qendrën tregtare në Ertili. Pronari në Ertil Zeka thotë se vera ka qenë shumë produktive në raport me numrin e vizitorëve, sepse ka ndikuar mjaftueshëm edhe përmirësimi i standardit të punës dhe hapësirave që ofrohen. Sezoni veror ka sjellë një fluks të shtuar të vizitorëve dhe blerësve edhe në qendrën tregtare në Ertili në Gjakovë, me ardhin e diasporës, por edhe me rritjen e vizitave gjatë ditëve të verës në këtë qendër është të shënuar një qarkullim më i madh, krahas ofertave të ndryshme. Gjatë kësaj vere, qendra tregtare në Ertili ka zgjeruar edhe hapësirat e dedikuara për fëmijë, duke investuar në pajisje dhe lojra të reja. Sezoni ka qenë shumë mirë, si çdo vit. Edhe si vjetë më ardhen e diasporës, kam për një zhvillim shumë më të mirë, qarkullimi është nivel, edhe ne kemi ndajt gati me oferta, kemi investu të lojnat, kemi pru dikun ja 600 metra katror pajisje të reja për fëmijë, hapësira rërës për fëmijë. Përveç ditëve me fluks më të madh, Zeka thotë se vizitat kanë qenë në rritje të vazhdueshme gjatë gjithë sezonit, ndërsa fokusi mbetet te ofrimi i shërbimeve sa më të mira për klientët. Sezona verore deri tash është shumë mirë, për çdo ditë, edhe me ofertat, edhe me vizitat që janë në rritje dita ditës. Ne secilin klient mundohem me respektu edhe me ofru çka është më e mira për ta. Edhe besoj dhe i tash jënë të knasën, edhe ne, edhe ata në shërbime. Kujtojmë se të premtën është hapur edhe Koton, një brend i ri tekstili në këtë qendër, me veshje për femra dhe fëmijë. Ndërkohë qendra tregtare në Ertili vazhdon të sjellë brende të reja, oferta dhe shërbime të ndryshme, duke synuar që klientëve të ofrojë sa më shumë mundësi gjatë gjithë vitit. Guajt KS është i njohur si asociacioni i vetëm udhërrëfyes turistik në Kosovë, i akredituar për ofrimin e kualifikimeve personale për udhërrëfyes turistik kombëtar dhe lokal, duke ngritur standardet e turizmit sipas kritereve evropiane. Milot Krasniqi, antar, ka folur për fazat e trajnimeve dhe ecurinë e certifikimit. Organizata Gajdex është një ndër të vetmet organizata në Kosovë, e cila së fundmi ka marrë akreditimin zyrtar për programet e trajnimit të udhërrëfyesve turistik. Organizata Gajdex është një ndër organizatat e vetme në Kosovë, e cila së fundmi ka marrë dhe akreditimin për programet e trajnimit të udhërrëfyesve turistik. Adresa vetme është Gajdex. Të gjithë të interesuarit mund të drejtohen në
organizatën Guidex, ku fillojmë së shpejti edhe me trajnimet e radhës, apo të gjeneratës së tretë për trajnimin e udhërrëfyesve turistik. Programi i trajnimit është i ndarë në 2 nivele, ai kombëtar dhe lokal. Trajnimi i ka 2 nivele, nivelin kombëtar, që përfshin 5 rajonet kulturore të Kosovës, që ka dikun rreth 200 orë teori dhe praktik, ku ndahen me pjesën teorike dhe praktike, dhe udhërrëfyesit lokal, që është rreth 90 orë, të cilat domethënë e përfaqësojnë një regjion. Në këtë rast marrim shembull regionin e jugut, që mundet me hi Gjakova, 2-3 qendra të tjera, e kështu me radhë. Me 10 korrik, Ministria ndau zyrtarisht 12 licencat e para shtetërore për udhërrëfyesit e parë në historinë e Kosovës. Me atë rast, ata njoftuan publikisht se procesi i aplikimit mbetet i hapur dhe i ftuan të gjitha ata që ende nuk kanë aplikuar ta bëjnë këtë. Veshjet tradicionale shqiptare po vazhdojnë të rezistojnë kohëve moderne. Artizania Saime Kabashi, cila për disa dekadash merret me çëndisjen e veshjeve kombëtare, është shprehur se kohëve të fundit edhe të rinjët kanë filluar t'i pëlqejnë veshjet që përfaqësojnë kulturën tradicionale shqiptare. Veshjet kombëtare shqiptare vazhdojnë të kenë interesim, veçanërisht nga brezat e rinj. Punimi i tyre me dorë dhe ruajtja e motiveve tradicionale po bëhet me përkushtim nga artizanet. Saime Kabashi, e cila prej vitesh merret me këtë zeje, thotë se interesimi për veshjet kombëtare dhe ato tradicionale gjakovare vazhdon të jetë i madh. Me biznesun e punoj që shumë vite, edhe jo me kënaqshëm me këtë biznes, i shoh që është interesimi, sidomos për veshje kombëtare, këto veshje tona nuk vdesin kurrë, janë gjithmonë tradicionale dhe i mbajmë me shumë kujdes dhe me pasion i punojmë, sidomos edhe vajzat e reja, ato janë shumë të interesuar, si me veshjen, mi vesh edhe si punohen, edhe unë jam me kënaqshme shumë, edhe unë punoj shumë me sipas kërkesave të klienteve. Jo vetëm me veshje kombëtare, po punoj edhe me veshjen tradicionale gjakovare, me punë dore me ari, edhe ajo ka një vlerë shumë të mirë, shumë të madhe, edhe punohet me pasion. Ajo thekson se ruajtja këtyre veshjeve është e rëndësishme për të mos harruar tradita dhe puna artizanale shqiptare. Sa ma shumë të ruajmë, të kujdesem për to, edhe të interesohem, sidomos të trejat që mos ta na shkalojnë këto veshje tona, që ta kenë si punë dore, që mos ta hupin, dhe se kemi traditë jona si shqiptare, se kudo që të shkojmë, ta prezantojmë vendin tonë si kosovare që jemi, edhe si shqiptarë. Përmes punës së dorës dhe interesimit të rinjeve, veshjet tradicionale vazhdojnë të përcillen dhe të ruhen si pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare. Gorët e urës së Taliçit të ndërtuar qysh në vitin 1816 kanë mbijetuar më shumë se 2 shekuj. Këta gorë sot lidhen 2 kohë të Gjakovës, pjesën e vjetër të zejtarëve, tregtarëve dhe qarshis të madhe, dhe kujtesën e dhimbshme të luftës së vitit 1999. Sot ura e Taliçit nuk është vetëm një monument i arkitekturës osmane dhe një dëshmi e historisë së vjetër të Gjakovës. Pranë saj ndodhet edhe një lapidar që kujton një nga ngjarjet më të dhimbshme të luftës së vitit 1999. Ura e Taliçit sot i lidh 2 kohë të Gjakovës, pjesën e vjetër të zejtarëve, tregtarëve dhe qarshisë së madhe, dhe kujtesën e dhimbshme të luftës së viteve të 90-ta. Gurët e urës kanë mbijetuar më shumë se 2 shekuj. Pranë tyre lapidari kujton emrat e atyre që nuk u kthyen më në shtëpitë e tyre. Dhe pikërisht këtu qëndron edhe pesha këtij vendi, një urë ndërtuar për të lidhur njerëzit që sot dëshmon edhe një periudhë të dhimbshme. E ndërtuar mbi lumin Krena, në kompleksin e qarshisë së madhe, në pjesën jugore të saj, ura shërbeu për të bashkuar qytetin. Sipas mbishkrimit të gdhendur në mur, ura daton nga viti 1816. E sipas burimeve të shkruara, ura është ndërtuar nga esnafi tabak. Guri i gdhendur përbëhet nga qemeri i madh dhe 2 qemerë më të vegjël në afërsi të brigjeve. Ndërmjet 2 qemerëve është hapur një dritare ndimse.
Kjo urë në origjinë paraqiste tipin e urës së gurit me kompozicion simetrik. Ura edhe pas kaq shumë vitësh është në gjendje të mirë dhe sot shërben për kalimtare këmbësor. Gjatësia urës është 26 metra, kurse gjërësia 4,05 metra. Në dokumentet e institucioneve të drejtësisë ndërkombëtare, ngjarjet e 7 majit 1999 në urën e Taliqit janë përshkruar si një rast ku forcat serbe vranë disa persona, pikërisht për të mos u harruar emrat dhe historia atyre, në këtë vend është ngritur lapidari me martirët e vrarë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Shitëtorja e lumit Lukac në Harris, mos mirëmbajtja bëhet e dukshme. Fluks i shtuar gjatë sezonit veror në qendrën tregtare në Ertili. Ura e Taliqit, kurët që lidhen Gjakovën dhe dëshmuan tragjedinë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.